i bindur që ka shumë për të thënë përsa i përket personazhit të Mozës, konkurrentja që do të vit tashmë fermerja e leminuar, e cila nga fundi, pra i qëndrimit saj në ferma VIP, deklaroi pa kënaqësi ndaj qasjes së figurës së Mozës. Dhe ajo është Dona Sina, të cilën e ftojmë tani. Eja Dona. Mirë se erdhe, shumë kënaqësi të të kemi. Mirë ditët. Ti që nga më e bukur tu nga se sa nga ferma. Mirë se erdhe, Dona, shumë kënaqësi të të kemi. Si po ndihesh pas daljes nga ferma, e more pak veten? Po, kam arritur të shqetësohem, të mbledh forcat dhe njerë, edhe të vi në normalitet. Na vjen mirë për këtë. Ne do të ndjekim një përmbledhje të asaj çka ti ke bërë në fermë, momenteve më të bukura dhe më njëherë më pas kemi shumë për diskutuar dhe me ty, Dona, kështu që bëu gati, ndjekim material. Upon a star and wake up where the clouds are far. Më e s'pogodit mua. Herë më duket sikur kemi miqësi mirë, Familja, qetësohemi grup. por që ndonjëherë më duket sikur nuk kurse njeri. Mashkull është. Ja, nuk është se më bezdis. Po, kur është vici femër, si quhet? Lop, se e kuptoj që e bën në formën e shakas. Viç. E. Më i sinqerti më duk Romiri. Do të shikoj mu. Nga Shqipëria e mesme e poshtë. Nëse janë kështu si ti të gjithë? Jo. O të vdik. A kisha nga një noftë në fëmijëri? Po, buf. Dukesh një cheesecake. Jo, po si panna cotta. Shkrimin tim nuk ke shans ta shikosh ti. Kush e di sa të shëmtuar e ke prandaj. Ai s'është mirë nga mendja, për zotin. Ore ti, budalla aqe. Të kam mik. Po flet një pa preferuar. Kuptova se linda për të fituar. Po jo, moj ç'thua. Një fëmijë i rritur para kohë. Për zotin e ka kuptuar, shumë e zgjuar. Jo se dorëzohem, thjesht zgjedh të iki tamam. Nuk mund të lejoj që të më bëj pisa të pak fytyrë që kam. Ashtu vetëm të seksualizoj gjërat, të ofendoj kaq di. Pare punës jem në një moshë më të madhe dhe të respektoj. Përpiqem të bëj një lojë të pastër dhe të drejtë dhe t'i godet me shelma. Kishte për detyrë që të ishte sabotuese. S'do mbajnë që mos dal para kamerave dhe klas budalliqe. Çfarë mendimi ke? Nëse s'më pëlqen, po s'më ka rastisur. Një gjë është pak po e sigurt, kushdo që ka qenë brenda fermës, sikur edhe për një javë, në momentin që del përballet me një klip super të bukur që do ta ketë kujtim për gjithë jetën, ashtu si fundërisht edhe ky i Donësin e sapo pam. Edhe mua më pëlqeu shumë. Solli kujtime të bukura pa diskutim. Po. Ka marrë malli për fermën? Ka shpejt? Më ka marrë. Normalisht pasi del nga aty shikon shumë gjëra që brenda ndihen ndryshe. Jashtë komentojnë ndryshe. E çfarë kuptove ti, Dona, nga momenti që dole jashtë dhe u përballe me komentet, me opinionet e familjarëve, me opinionet e qytetarëve të ndryshëm? Çfarë kuptove se kisha përgabim? Për sa më përket mua, patjetër unë edhe kisha kuptuar veten pak a shumë aty brenda që duhet patjetër të jepja më shumë nga vetja, të përfshihesha më shumë në debate që bëheshin. Do shta kjo për faktin se unë nuk e kam dhe shumë në natyrë që të përfshihem në një debat ose të jap një opinion direkt për diçka kur nuk më takon mua, diçka që nuk të ndihmon aty brenda. Si bën Sara që ka deklaruar që unë do jap opinionin tim për çdo gjë që nuk është shqetësues. Po, unë nuk e kam shumë në tip këtë. Dhe siç është parë, jam futur vetëm aty ku kishte të bënte debati me mua. Ndoshta edhe nuk kam treguar shumë nga vetja ose jam rezervuar
që unë aty brenda kuptoja sikur po tregoja. Këtë kam parë nga jashtë. Megjithatë, le ta nisim pak nga fillimi. Në klipin tënd prezantues ke thënë që më pëlqen jeta e fshatit, kam eksperiencë. Shkëlqeve tek punët e fermës, mendon që bëre maksimumit? Sa ma tha dhe Angel që u mora më shumë me kafshë dhe harrova njerëzit, i bie që po. Po. Të pëlqen ta bësh atë, domethënë të merresh, ti dhurosh dashuri kafshëve, edhe kecave. I kam pikë të dobët kafshët. Mirë bën. Dhe nëse do të ndaleshim pastaj në pjesën tjetër të lojës, duke parë vazhdimsinë tënde, ke shprehur që do që ta lësh garën në një pikë të caktuar. Në atë ditë që ti fitove dhe sfidën dhe shpëtove. Po. Ç'të bëri të shkoje aty? Në fakt ishte një moment dobësie, do thoja, sepse po kuptoja që javë pas jave, emri im ishte i pari dhe isha gjithmonë e pa preferuara dhe mendoja që në momenti që nuk kam arritur publiku të më njohë mua, është loje humbur, sepse unë nuk më duke vetja sigur thjesht inshallah shpëtoj dhe këtë sfidën që të shpëtoj dhe eliminimit ndoshta. Dhe s'më pëlqente me veten kjo gjë. Pra ndjeve veten keq, mendoje se ishe pak e preferuar dhe ke thënë më mirë të dalë vetë se sa të harxoj votë. Kjo bie pak në inkonsistencë, nuk përputhet shumë me gjërat që ke thënë aty brenda. Inkonsistencë. Po, pa qëndrueshmëri. Sepse atjethe që jam një fëmijë, si shpam dhe klipin, jam një fëmijë që jam rritur para kohë, jam përballur me jetën. Po, por aty jemi... Një sekund. Ta bëjmë dialog. Se sa hapa gojnë, the pa ty. Një sekund. Një fëmijë që rritur para kohë dhe rrihet me jetën, unë jam i tillë, për shembull, dhe nuk kam qef ta përmend shumë, po kështu jam. Nuk dorëzohet dhe nuk mërzitet se del 3 herë në televotim. Unë kam ndënjur 64 javë të ferma, sa ndënjim ne, nuk e di. 95 ditë, edhe s'kam dalë asë njeri preferuar, s'kam dalë dhe një që më bën kryefermer, më bën se më erdhi radhës, ishin përgjith nga 3 herë. Dhe 90 ditë ka qëndruar te fakiri. Dhe 90 ditë kam ndin e fakiri, të imagjinosh bëja 96% të zhurmës dhe të gjithë fermën. Të paktën këtë vështrimin tim, e kupton? Po, fakti që ti mërzitesh e kaq shpejt, kur je një fëmijë rritur para kohë dhe pretendon, jam i bindur që e ke, s'kam se ta vë ndyshim, që je pjekur para kohë, je rritur para kohë, je mësuar me këto dalë të jetës, të mërzitesh se del televotim dhe nuk je preferuar, ndoshta ti thua unë nuk kam dhënë shumë. Shiko çfarë duhet bëti, ti duhet të jepim akoma më pak, të merrje frym dhe të shikoj çfarë po ndodh vërtet. Kam bindjen që ti s'ke pasur asnjë sensi se çfarë po ndodh. E kuptoj Dona çfarë po ndodh vërtet. Ditët e fundit që ishte too late, pastaj se. Dhe këtu referohem as te deklaratës që ke bërë për Mozën. Për Mozën. Duke nisur nga fillimi, ishte pra imi 8 mos gaboj ose i 7, po i 8 më duket që emri im ishte i pa preferuar. Unë nuk thash që dorëzohem, po më duk pa sens fakti që nuk kisha arritur ose publiku të më kupton të mua, dhe vetja ime gjende i përballë sfidave që kisha vetëm atë pikë të fortë, dhe thoja, inshallah shpëtoj nga sfida. Po mirë. Për këtë gjë jo se unë dorëzova. Kuptosh se çfarë do të them. Kush janë 3 pikat e tua më të forta në jetë? Durimi, mendoj. Jam njëri shumë pozitiv, i marr gjërat shumë... E kuptoj, njëri pozitiv. Po, i marr afër zemrës. Dhe tjetër? Edhe forca që kam. Edhe rebelin. Po, dhe çfarë tregove nga këto? Mendoj në mënyrën time i kam treguar të gjitha. Në mënyrën tënde? Po, në mënyrën time. Po tani që shikon vetë nga jashtë, 100% i ke treguar? Jo, patjetër, unë e thash dhe atë natë që dola.